Si ai miku jonë do të rikthejmë meritokracinë, po se si Po pra, gjithë më bëhet një këshilla, do rikthejmë meritokracinë, do vendosim referendumet, do ta bëjmë Shqipërinë vend më të mirë. Kjo është platforma ime. Unë kur këto zgjedhje që do vinë, do kandidoj për kryeministër, po them këtu tani për herë të parë. Edhe platforma ime do jetë ta bëjmë Shqipërinë një vend më të mirë. Make Albania great once. Bëjmë Shqipërinë vend më të mirë duke përmirësuar ekonominë, duke hapur vende pune, duke bërë gjërat e këqija, do t'i bëjmë të mira. E ke parasysh gjërat e këqija? Po. Të mira. Të gjitha? Të gjitha. Edhe ato që është shumë e keq ta bëjmë të mirë. Do ta bëjmë shumë të mirë. Jo. Kështu është, ky është plani im tani, mund thoni vizionar. Ne do të tillë njerëz na duan. Ja, kështu duan. Gjërat që nuk funksionojnë do të bëjmë funksionojnë. Do të ngrejmë rrogat? Do të ngrejmë rrogat, po, edhe ekonominë madje. Do ta përmirësojmë shëndetësi. Edhe do ta përmirësoj. Po. Do jetë do ndihmojmë çik fermerët. Do ndihmojmë. Ja. Do ndihmojmë minatorëve për shembull të përmirësojmë çik kushtet. Po. Universal Basic Income. Basic Income. Po do për shembull pagën minimum jetik. Po do me edhe të qytetarë në brasë që të marrin raport për periodat çdo muaj. Do ta bëjmë ato të si kaluam nga fermat janë barabarta, ndonjë marrëm këtu në po janë smura ndonjëherë. Janë smura. Se di se si ishte pjesa e aleancës periodikisht. Po. Të lutem ta bëjmë ato sepse ne jemi avangard. Të gjitha do t'i bëjmë. Jemi avangard. Atë do ta bëjmë nëse dështojmë, nëse po na dështon diçka, do themi, okay, flasim për periodat. Po, pikërisht atë do bëjmë. Shikoj që ne e bëm këtë gjë që asnjëri nga ata që janë rreth e qark nesh, ne jemi avangard. Bu. Cai podcast.